Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Prej 5 muajsh, ura e Glinës në Dropull vijon të mbetet i jashtë funksionit për shkak të dëmtimeve nga përmbytjet e nëntorit të vitit 2025, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve të 5 fshatrave. Bashkia e Dropullit thotë se projekti për ndërtimin e urës së re është dorëzuar që në janar pranë Agjencisë së Mbrojtjes Civile, por ende mungon financimi nga qeveria shqiptare për nisjen e punimeve. Prej 5 muajsh banorët e 5 fshatrave në Dropull vijojnë të përballojnë me vështirësi serioze në lëvizje pasi ura e Glinës mbetet ende i jashtë funksionit. E dëmtuar rënd nga përmbytjet e muajit nëntor, ura ka izoluar pjesërisht zonën, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve, transportin e produkteve bujqësore, si dhe aksesin drejt shkollave dhe shërbimeve shëndetësore. Banorët shprehen se situata është bërë e papërballueshme, sidomos për të moshuarit dhe familjet që duhet të përshkojnë kilometra të tërë për të arritur në qytet. Ata thonë se prej muajsh presin një ndërhyrje konkrete, ndërsa ura vijon të mbetet amortizuar dhe pakalueshme. Sipas Bashkisë së Dropullit, projekti për ndërtimin e një ure të re është dorëzuar që në muajin janar pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Autoritetet vendore bëjnë me dije se procedurat teknike janë përmbushur, por ende nuk është akorduar fondi nevojshëm nga qeveria për nisjen e punimeve. Përfaqësues të Bashkisë theksojnë se ura është një mënyrë e rëndësishme lidhëse për zonën dhe se rikonstruksioni i saj është emergjent, pasi prek drejt për drejt jetën e përditshme të banorëve dhe aktivitetin ekonomik të fshatrave përreth. Ndërkohë, banorët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme dhe apel në institucioneve qendrore që të përshpejtojnë financimin, përpara se situata të rëndohet më tej me afrimin e sezonit të verës dhe rritjen e lëvizjes në zonë. Edhe pse kanë kaluar 5 muaj nga dëmtimi i urës, ende nuk ka një afat konkret se kur do të nisë ndërtimi i saj, duke i lënë banorët e Dropullit në pritje të një zgjidhjeje. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Raporti detajuar i konsumit të barnave për muajin mars 2026, bazuar në listën e rimbursimit nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, tregon se popullata shqiptare po vuan nga përhapja e lartë e sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe gastritit. Lista tregon se sëmundjet kardiovaskulare mbetet kategoria me volumin më të lartë të rimbursimit. Përgjatë muajit mars, vetëm për kontrollin e tensionit arterial dhe ritmit kardiak janë rimbursuar 10 mijëra paketime. Bllokuesit e kanaleve të kalciumit shënojnë shifra të larta konsumi, ku vetëm disa prej brendave kryesore arrin në mbi 10.000 paketime secila. Diabeti pason si kategoria e dytë për nga sësia e barnave të shpërndara, ndërkohë te insulinat vihet re një dominim i insulinave me veprim të shpejtë si Novorapid dhe insulinave bazale si Lantus, që dëshmon për një numër të lartë pacientësh që varen nga terapia me injeksion. Sëmundjet e sistemit tretës zënë një vend të rëndësishëm në hartën e konsumit. Barnat anti-ulcer dhe ato për mbrojtjen e stomakut si omeprazol shfaqen me një sasi totale rimbursimi për mbi 18.000 paketimesh. Kjo tregon për një incidencë të lartë të problemeve gastrike në popullatën shqiptare. Pastaj shëndeti okular dhe sistemi nervor, të cilët përmbyllin listën e kategorive me konsum të lartë për trajtimin e glaukomës dhe produkte të tjera të cilat përdoren për shëndetin e syrit, sidomos tek moshat e thyera. Ky vëllim i lartë i barnave të rimbursuar tregon se buxheti i shtetit po orienton një pjesën më të madhe të fondeve drejt menaxhimit të sëmundjeve kronike jo ngjitse, të cilat dominojnë profilin shëndetësor të popullatës përgjatë këtij viti. Çmimet e reja të bordit të transparencës futur në fuqi nga dita e djeshme në orën 12, nafta ulet me 10 lek, ndërsa benzina do të ulet me 4 lek. Bordi i transparencës ka caktuar çmimet e reja të karburantit në Shqipëri, ku sipas njoftimit të plotë të bordit të transparencës, çmimi i shitjes me pakicën e produktit gazoil i standardit SSN 510 jetë jo më shumë se 196 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 184 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicën e produktit benzinë e standardit SSN jetë jo më shumë se 180 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lek për litër. Ndërsa tërheqim vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi, në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, përfundon njoftimi i bordit të transparencës.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e quajtur Qaf 6 në Sarandë përgjatë mbrëmjes së djeshme, ku ka mbetur i vrarë me një plumë në kokë një 66 vjeçar i identifikuar si Recep Ismaili, ndërsa janë zbardhur detaje të reja nga vrasja e 66 vjeçarit mbrëmjen e 7 majit. Sipas informacioneve, 20 ditë para krimit mes viktimës dhe autorit të dyshuar ka patur një konflikt, ndërsa kjo pjesë dyshuese është shkak i ngjarjes së djeshme. Burime bujnë me dije se autori ka shkuar i armatosur në ambientet e karburantët në pronësi të Recep Ismailit dhe ka hapur zjarr në drejtim të tij. Në momentin e atentatit, 66 vjeçari ndodhej në lokalin e biznesit të tij, i ulur në tavolinë me persona të tjerë. Pas të shtënave ndaj viktimës në lokal ka pasur përplasje me armë, pasi persona që ndodheshin brenda banakut kanë marrë një armë automatike dhe kanë qelluar në drejtim të autorit të dyshuar. Megjithatë, autori ka arritur të largohet menjëherë pas sulmit, ndërsa forcat e shumta policie kanë nisur kontrolle në zonë për kapjen e tij. Ndërkaq, policia e Sarandës ka dalë me një komunikat ku ndër të tjerat thuhet: rreth orës 21:30 në vendin e quajtur Qaf 6 në lokalin në pronësi të shtetasit Recep Ismaili, gjatë një konflikti për motiv që do të zbardhen pas hetimit mes disa personash, ku fillimisht konflikti ka nisur me sende të forta dhe më pas me përdorimin e armëve të zjarrit ka mbetur i vrarë 66 vjeçari. Gjithashtu dyshohet se përgjatë konfliktit me armë zjarri është plagosur dhe një tjetër shtetas, i cili ende nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore dhe nuk është identifikuar. Nga veprimet e para hetimore dhe informacionet siguruar në ngjarje dyshohet se shtetasi me inicialet LT ka vrarë me armë zjarri 66 vjeçarin dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me persona të tjerë të përfshirë dhe me shtetasin që dyshohet se ka mbetur i plagosur, ndërsa shërbimet e policisë Sarandë kanë ngritur pika kontrolli dhe po krejnë zonën për kapjen e autorit. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hitaj në një dalje publike ditën e djeshme në një konferencë për mediat ka njoftuar se do të ndryshojë forma e komunikimit me publikun. Kjo sepse sipas tij mënyra se si është vepruar deri më tani po ndikon negativisht në shoqëri. Së pari, të gjitha të dhënat statistikore mujore dhe vjetore mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike do të jenë të aksesueshme në mënyrë të plotë në faqen zyrtare të policisë së shtetit. Së dyti, për ngjarjet në dinamik, titullarët e policisë në vend ngjarje do të japin informacionin e nevojshëm për mediat dhe publikun në kohë reale dhe të shoqëruar me informacionin paraprak nga zëdhënësi i policisë. Kjo praktik tashmë ka nisur dhe do të konsolidohet më tej. Së treti, drejtuesit e drejtorive vendore të policisë në stafet e tyre do të zhvillojnë konferenca mujore për të bërë transparente punën, rezultatet dhe sfidat në çdo qark. Se ka ndërti për ngjarje me impakt të lartë publik apo operacione të rëndësishme policore, policia e shtetit do të informojë në kohë dhe në mënyrë të plotë nëpërmjet kanaleve zyrtare, ka thënë Hita. Policia e shtetit është një institucion në shërbim qytetarëve dhe çdo veprim i yni ka një themel: garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Pikërisht për këtë arsye, ne e konsiderojmë transparencën një element të domosdoshëm të punës sonë, sepse vetëm përmes saj mund të ndërtohet besimi reciprok mes qytetarëve dhe policisë. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm policisë shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikojmë me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarjet kriminale dhe shumë lajme që ne i japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. Nisur nga sa më lart, policia e shtetit do zbatojë një formë të re komunikimi më të përgjegjshme, më të strukturuar dhe në përputhje me modelet më të mira evropiane. Dua të theksoj qartë, kjo nuk është një tërheqje nga transparenca. Përkundrazi, është një hap përpara drejt një transparence më cilësore dhe më profesionale, sepse ne besojmë se qytetarët nuk kanë nevojë për më shumë informacion, por për informacion të saktë, të verifikuar dhe të përgjegjshëm. Një informacion të matur që mos të ndikojë te perceptimi negativ dhe te kriminalizimi i shoqërisë. Çfarë ndryshon konkretisht në formën e re të komunikimit? Së pari, të gjitha dhënat statistikore, mujore dhe vjetore mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike do të jenë të aksesueshme në mënyrë të plotë në faqen zyrtare të policisë shtetit. Së dyti, për ngjarjet në dinamik, titullarët e policisë në vend ngjarje do të japin informacionin e nevojshëm për mediat dhe publikun, në kohë reale dhe të shoqëruar me informacionin paraprak nga zëdhënësja e policisë. Kjo praktik tashmë ka nisur dhe do të konsolidohet edhe më tej. Së treti, drejtuesit e drejtorive vendore të policisë, me stafet e tyre,
do të zhvillojnë konferenca mujore për të bërë transparencë punën, rezultatet dhe sfidat në çdo qat. Së katërti, për ngjarjet me impakt të lartë apo operacione të rëndësishme policore, policia e shtetit do të informojë në kohë dhe në mënyrë të plotë nëpërmjet kanaleve zyrtare. Përse po e bëjmë këtë ndryshim? Mbi ngarkesa me lajme kriminale, shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar, krijon një ndjenjë pasigurie që jo gjithmonë pasqyron realitet. Informacioni pa konfirmuar dëmton jo vetëm hetimet, por edhe besimin e qytetarëve dhe të institucioneve. Policia e shtetit nuk është vetëm kronik krimi, por ajo është çdo ditë në terren për parandalimin, për bashkëpunimin me komunitetin, për takimet me këshillat e sigurisë, si dhe për edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.